është lojë për të përfituar kohë. Në fakt, Albin Kurti po e shfrytëzon një vendim të gabuar të Gjykatës Kushtetuese të vitit 2014, një interpretim krejtësisht të gabuar të Kushtetutës, e cila atëherë kishte për qëllim që ta lënte PDK në pushtet dhe t'ia mundsonte asaj që të prishte koalicionin Vlan dhe të mbetej edhe me tutje në pushtet, duke thënë se kryeparlamentari i takon koalicionit parazgjedhor dhe jo një koalicioni paszgjedhor, edhe pse në kushtetutë nuk është e specifikuar nëse është parazgjedhor ose paszgjedhor, por ky vendim atëherë i anshëm i Gjykatës Kushtetuese, e cila ishte në shërbim të ish-kryeministit Thaçi, tani Albin Kurti po të njëjtën po e shfrytëzon